Dy vëllezër, njëri 17 vjeç dhe tjetri më i vogël, si dhe një person tjetër mbetën të plagosur me thik para gjimnazit Shena Zejuka në Shkodër para ditën e së premtes. Ngjarja e rënd u regjistrua në orën 11:10 kur nxënësit do duhet të ishin në mësim. Nga të dhënat e deri tanishme mësohet se dy vëllezërit po qëndronin përpara portës së shkollës kur aty mbërritën me një automjet një grup të rinj. TV Channel ka siguruar pamjet nga sherrri mes gati 20 të rinjve përpara derës së shkollës. Fillimisht grupi adoleshentëve përplasën dhunshëm me grushte, më pas njëri prej tyre, i cili në video dallohet me xhup të kuq, nxjerr një thik dhe çollon dy vëllezërit. Të plagosurit janë transportuar me njërë në spitalin rajonal të Shkodrës, ku pas marrjes së ndihmës së parë mjekësore, mjekët konfirmuan se ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Dy prej të lënduarve janë nxënës të shkollës së mesme. Policia njoftoi se personat e përfshirë në sulm janë identifikuar dhe një 17 vjeçar me inicialet AK është vënë në pranga. Mësohet se është nxënës në të njëjtën shkollë me njërin prej të plagosurve. Në vendin e ngjarjes ka mbetur xhupi dhe kapela e njërit prej të plagosurve. Në kapelë shkruhet "Pain don't hurt", shprehje kjo që përdoret për treguar trimëri dhe forcë. Dyshohet se konflikti ka nisur më herët mes të rinjve dhe ka degeneruar në dhunë. Hetimet po vijojnë për zbarrjen e plotë të ngjarjes dhe për arrestimin e personave të tjerë të përfshirë në të.